Ajo që ndodhi me Ludon dhe Elionën është një turp i madh dhe një vije kuqe e kaluar pa asnjë justifikim. Një situatë që nuk ka lidhje me lojën, me strategjinë apo me debatet e zakonshme të një formati televiziv. Është një moment që trondit, që frikson dhe që nuk duhet të tolerohet në asnjë rrethan. Fakti që Ludo i ka drejtuar një mjet të rrezikshëm Elionës, duke e vënë në një pozicion kërcënues dhe duke e bërë të ndihet e rrezikuar, është i papranueshëm. Ky nuk është më tension loje, nuk është më nervozizëm i çastit, është një akt serioz, i cili cenon sigurinë dhe dinjitetin e një banoreje brenda shtëpisë. Një akt që lë pasoja psikologjike dhe që nuk mund të fshihet pas asnjë arsyeje. Eliona, e tronditur dhe e friksuar, e përjetoi këtë moment si një kërcënim real. Frika nuk është diçka që luhet. Askush nuk duhet të ndihet i pasigurt në një ambient që supozohet të jetë i mbikëqyrur dhe i mbrojtur. Dhe kur një banor kalon kufijtë e sjelljes njerëzore, atëherë përgjegjësia bie mbi formatin që të veprojë pa vonesë. Publiku reagoi fort. Zemërimi dhe indinjata u përhapën kudo. Është turp, ishte fjalia që u dëgjua më shpesh. Turp që një situatë e tillë të ndodh. Turp që një person i tillë të vazhdojë të qëndrojë në shtëpi sikur asgjë nuk ka ndodhur. Siguria dhe respekti janë mbi çdo audiencë dhe mbi çdo lojë. Prandaj, kërkesa është e qartë dhe e drejtë, Ludo duhet të dalë jashtë sa më parë. Nuk duhet të qëndrojë më në shtëpi. Prania e tij pas një akti të tillë është e papranueshme dhe dërgon mesazh të gabuar. Big Brother Kosova duhet të tregojë se ka zero tolerancë ndaj dhunës dhe kërcënimit, në çfarëdo forme që ato shfaqen. Zarfi i zi për Ludon duhet të vijë në shtëpi. Ai zarf nuk është thjesht një vendim, është një mesazh i fortë se ka kufi që nuk guxon t'i kalosh. Është një mesazh për banorët, për publikun dhe për shoqërinë. Dhuna nuk është spektakël dhe frika nuk është lojë. Kjo ngjarje do të mbetet një njollë e rëndë nëse nuk trajtohet siç duhet. Sepse këtu ndërpritet rrugëtimi i Edit në shtëpinë e Big Brother Kosova. Një lojë që për të nuk ishte vetëm strategji apo përplasje, por edhe karakter, kulturë dhe mënyrë të sjelluri. Edi u dallua si një djalë i shkathët, me edukat dhe me një qasje ndryshe ndaj lojës, shpeshherë duke zgjedhur fjalën dhe respektin, edhe në momentet më të vështira. Në momentin e largimit, skena ishte e ngarkuar me emocione. Para se të dilte nga shtëpia, Edi ju afrua Arditit, i dha dorën dhe i tha bravo, duke pranuar humbjen me qetësi dhe dinitet. Ishte një gjest që tregoi karakter, pavarësisht gjithë tensioneve dhe përplasjeve që kishin kaluar gjatë lojës. Por pas këtij gjesti, Edi nuk e fshehu as shgënjimin e tij. Me një ton të sinqert, ai la të kuptoi se ishte nxjerrë jashtë vetes gjatë lojës dhe se kishte përjetuar situata që nuk i kishte pritur. Fjalët e tij u ndjen fort në shtëpi. Ai u shpreh se Arditi kishte ditur ta provokonte, ta shtynte drejt kufive emocional dhe ta nxirrte nga vetvetja. Megjithatë, Edi nuk u largua duke bërtitur apo duke krijuar skena. Ai zgjodhi të largohej me qëndrim, duke thënë fjalët e tij dhe duke e lënë pas shtëpinë e Big Brotherit me kokën lart. Largimi i Edit shënoi fundin e një kapitulli të rëndësishëm në lojë. Për disa banor, ai ishte një konkurrent i fortë, për të tjerë një kundërshtar i vështirë, por për shumë shikues, Edi mbeti një figurë që solli kulturë, debat dhe emocione reale. Dalja e tij ndryshoi balancat brenda shtëpisë dhe la një boshllëk të dukshëm në dinamikën e lojës. Në fund, largimi i Edit nuk ishte thjesht eliminim, ishte një moment reflektimi për mënyrën se si loja ndikon tek njerëzit, si i nxjerr nga vetja dhe si i vendos përballë karakterit të tyre të vërtetë. Edi e la shtëpinë e Big Brother Kosova me përzierje emocionesh, shgënjim, dinitet, ironi dhe një mesazh të qartë se loja mund të mbarojë, por mënyra se si largohesh flet më shumë se çdo fitore. Eliona Mezi po merrte frym ndërsa rrëfente atë që kishte mbajtur brenda vetes për një kohë të gjatë. Zëri i saj dridhej, fjalët i dilnin me vështirësi, sikur çdo kujtim t'i shtrëngonte gjoksin edhe më fort. Në sytë e saj shihej paniku, një frikë e vërtetë që nuk vinte nga loja, por nga një përjetim i rëndë që ende e ndiqte. Ajo tregoi se Ludo i kishte thënë fjalë që nuk harrohen lehtë. Fjalë që nuk janë thjesht kërcënim, por që lënë gjurmë të thella në shpirt. Po ta nguli thikën. Edhe po të rrahi. I rrëfente ajo me zë të ulët, duke u ndalur shpesh për të marrë frym. Në ato çaste, Eliona nuk ishte më një banore e Big Brotherit. Ishte një vajzë e thyer, e tronditur, që po përpiqej të përballonte një kujtim të errët para kamerave dhe publikut. Atmosfera në shtëpi u rëndua menjëherë. Heshtja ra si një perde e trash mbi të gjithë.
Askush nuk fliste. Askush nuk lëvizte. Fjalët e Elionës kishin ngrirë gjithçka. Ajo vazhdonte të tregonte, por çdo fjali dukej si një barë që mezi e mbante. Frymëmarrja i bëhej gjithnjë më e shpejt, duart i dridheshin, syt i mbusheshin me lodh, Benita ishte ndër më të shokuarat. Ajo e dëgjonte me syt hapur, e tronditur, pa mundur të besonte atë që po dëgjonte. Fytyra e saj tregonte qartë se kjo deklaratë e kishte goditur fort. Nuk ishte më debat loje. Nuk ishte më strategji apo thashe themet, ishte diçka serioze, e rëndë, njerëzore. Big Brother Kosova u kthye në atë moment në një pasqyrë të fortë të realitetit, ku jo çdo histori është lojë dhe jo çdo konflikt është spektakël. Rrëfimi i Elionës tregoi se pas buzëqeshjeve, debateve dhe nominimeve, fshihen edhe plagë që nuk shërohen lehtë. Dhe kur ato plagë dalin në dritë, shtëpia ndalon së qeni thjesht një skenë televizive. Ky moment la gjurmë tek të gjithë. Tek banorët, tek publiku, tek ata që e pan Elionën jo si lojtare, por si një njeri që po luftonte me frikën e saj. Dhe shoku i Benitës ishte dëshmia më e qartë se disa fjalë janë aq të rënda. Sa e kalojnë çdo kufi loje. Pse doli Edi? Kjo është pyetja që shumë kush po ja bën vetes pas largimit të tij nga shtëpia e Big Brother Kosova. Një djalë fantastik, me kulturë, me qëndrim dhe me dinjitet që për shumë shikues përfaqësonte një lojë ndryshe, jo të ulët, jo provokuese, por të bazuar në mendim, karakter dhe respekt. Edi nuk ishte perfekt, por ishte i vërtetë. Dhe ndoshta pikërisht kjo e bëri të pambrojtur në një lojë ku shpesh fiton ai që provokon më shumë, jo ai që mban nivel. Edi u krahasua shpesh si një luan, i fortë në qëndrim dhe i drejtë në fjalë, por një luan që ra prej një provokimi të vazhdueshëm, të vogël në dukje, por të rrezikshëm në efekt. Një mjush i vogël që nuk e mundi me forcë apo argument, por me gërryrje të vazhdueshme përmes fjalëve ofenduese, nënçmuese dhe provokimeve të ulta. Fjalë që nuk godasin trupin, por lodhin mendjen dhe shpirti, derisa njeriu del jashtë vetes. Edi u shty drejt kufirit. Jo sepse ishte i dobët, por sepse ishte njeri. U provokua, u ngacmua, u nënvlerësua derisa reagoi. Dhe pikërisht aty loja u kthye kundër tij. Një moment reagimi u përdor për ta nxjerrë jashtë, duke harruar gjithë rrugëtimin e tij, gjithë qëndrimin, gjithë respektin që kishte treguar deri atëherë. Shumë kush mendon se Edi duhet të qëndronte në shtëpi. Jo sepse ishte pa gabime, por sepse solli diçka që rrallë shihet, dialog, reflektim, edukat dhe ndjeshmëri. Ai nuk e luajti lojën me thika pas shpine, por me fjalë ballë për ballë. Dhe kur i than ulu apo u përpoqën t'i hanin zemrën me ironi dhe nënçmim, Edi reagoi siç reagon një njeri i lodhur nga padrejtësia. Largimi i tij la një boshllëk. Një mungesë të dukshme në balancën e shtëpisë. Sepse Big Brother nuk është vetëm për zhurmë, por edhe për karaktere që e mbajnë peshën e lojës. Edi ishte një prej tyre. Ai nuk u largua si humbës, u largua si dikush që u përball me një lojë të padrejtë, ku provokimi fitoi mbi vlerën. Në fund, pyetja mbetet: a duam të shohim brenda shtëpisë njerëz që ndërtojnë apo njerëz që? Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni arriti kulmin kur Alba vendosi të përballej hapur me fjollën Live. Atmosfera ishte e ngarkuar, kamera regjistronte çdo shikim dhe çdo fjalë, dhe banorët e tjerë ndjenin rritjen e adrenalinës. Alba, me vendosmëri të hekurt, ju drejtua fjollës me një ton që nuk linte vend për keq kuptim. Në rast se unë dal nga Big Brother dhe më prek një fije e flokut, ke për të mbajtur përgjegjësi. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një paralajmërim, ato ishin një shprehje e fuqisë dhe vendosmërisë që nuk mund të sfidohej, por nuk ishte vetëm paralajmërim fizik. Alba shtoi një dimension emocional dhe ligjor. Do ta kthej këtë situatë te familjarët, tha ajo, duke bërë të qartë se çdo veprim i fjollës nuk do të mbetej pa pasoja. Përplasja u bë edhe më e tensionuar me fjalët e saj: ku të kap, ta mendosh mirë çfarë do bësh. Ishte një mesazh i qartë: çdo veprim që te i kalon kufit e vendosur do të ketë pasoja serioze, dhe përgjegjësia nuk mund të shmanget. Fjolla, përballë këtij presioni Live, nuk mund të mbante qetësinë. Tensioni ishte i dukshëm dhe çdo shikim i Albanës, çdo fjalë e saj, e bënte situatën edhe më të ndjeshme. Banorët e tjerë ndiqnin gjithçka me një përzierje shqetësimi dhe kurioziteti, duke kuptuar se një moment i tillë mund të ndryshojë dinamikën e gjithë shtëpisë. Alba tregoi se brenda Big Brother Kosova, respekti dhe kufit janë të paçmueshëm. Ajo nuk po vepronte nga impuls, por nga vendosmëri dhe nga nevoja për të ruajtur qetësinë dhe sigurinë e vet dhe të banorëve të tjerë.
Fjalët e saj ishin një paralajmërim i fortë se asgjë nuk mund të injorohej dhe se çdo sjellje e tejkaluar duhet të ketë pasoja. Ky moment tregoi një nga aspektet më dramatike të lojës, kur një banor vendos të vendosë kufi dhe të kërkojë respekt në mënyrë të drejtpërdrejtë, tensioni bëhet i ndjerë për të gjithë. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo heshtje mori kuptime të dy fishta, dhe situata u bë një shembull i qartë i asaj se si emocionet dhe pres